atëherë si përgatis unë ujin e orizit. Atëherë, normalisht unë e kam përgatitur më përpara për të demonstruar në video. Atëherë, unë përdor një gotë me oriz, e hedh në këtë enën e mbyllur hermetikisht dhe hedh 2 gota me ujë. Si që shikoni dhe në video, uji duhet të bëhet kështu, në këtë formë i bardhë. Pas 48 orëve që e kam lënë në errësirë, normalisht, e përdor si shplarje në fund të dushit. Atëherë, pasi kam larë flokët me shampo, hedh shplarje dhe në fund me ujin e orizit. Normalisht, e mira është që ne ta lëm disa minuta, që ajo të krijoj atë efektin e vet, 10, 15 minuta, edhe 20 minuta mund ta lëm, në varësi të kohës tonë, dhe pastaj e shplajmë vetëm me ujë. Kjo nuk ka as aromë të keqe, as pa pastërti, sepse është thjesht një ujë, nuk është se ka as ngjyrë, as një gjë. Kjo na ndihmon ne për thinjat, normalisht, nuk na dalin më thinja të reja, dhe na ndihmon në shkëlqimin e flokëve, gjithashtu dhe në rritjen e flokëve. Është një maskë që unë sugjeroj dhe unë e përdor shpesh këtë maskë. Faleminderit.